Jemi në lagjen Veternik, ku është edhe qendra tregtare Albi Mall, ku rreth orës 10 të mëngjesit të ditës së sotme një punëtor i nacionalitetit rumun i moshës rreth të 40-tave ka rënë nga kati i dytë dhe ka ndruar jetë këtu, siç janë ekipa forenzikës, po ashtu edhe hetuesit policorë të cilët janë duke bërë këshyrjen e vendit dhe duke marrë dëshmitë dhe më pas për të vazhduar me procedurat e tjera. Siç kemi marrë vesh, punëtori nuk është i kompanisë Albi Mall, por i një kompanie e cila ka qenë duke ndërtuar këtu, siç po shihni janë të gjithë dhe po priten që të merren të gjitha detajet dhe më pas edhe të merret edhe trupi i pajet i qytetarit rumun i cili ka ndruar jetë, që ishte duke punuar në kompani, më pas të dërgohet edhe për obduksion dhe më pas t'i dorëzohet edhe familjes për të bërë varrimin e tij në shtetin rumun.